Dje, qytetarët shqiptarë ndoqen punimet e komisioneve parlamentare ku raportuan për faqësues të narkoqeverisë dhe narkodrejtësisë. Njëherë unë duhet të falenderoj të gjithë deputetët për angazhimin e tyre, civilitetin që dëshmojnë, angazhimin në debat, në pyetje, siç ishte rregulloria, dhe autopsin që i bën jo vetëm institucioneve të dështuara, plotësisht të dështuara të reformës së drejtësisë të narkoshtetit, por dhe përfaqësuesve të qeverisë në ato komisione. Ishte një përfaqësim mjeran. Ju e patë se si me katartë, që të gjithë të implikuar në afera të ndryshme qëndronin si mjeran para kujt? Para drejtuesve të organeve të drejtësisë, të cilat faktikisht janë dëshmuar armike të egra të pluralizmit në Shqipëri. Janë dëshmuar institucionet më të korruptuara në Shqipëri dhe në Europë. Janë dëshmuar bashkëpunëtore në krime. Flas për përfaqësuesit, se unë e di që aty ka burra, gra, vajza, djem të ndershëm, punëtorë që përpiqen, por nuk ja dalin. Nuk ja dalin dot. Si mund t'ja dalin? A e ndëgjuat ju? Këtej flitej për gjykasin e ekzekutuar, përfaqësuesi i qeverisë gjykatësve fliste për t'jatin në aksident. A e kuptoni domosdoshmë atë? I pat vetë, i ndëgjuan shqiptarët. E pan Uluziun dhe Fatmir Gjafën, se cilin më të zilë se shokun. Vasal pa dignitet. Po pse? Se Uluziu ka dosje. E ka dosje në kaq. Tek kush? Tek Troplini, tek Altin Troplini. Po, dhe ka jo një, po e ka për disa çështje. Absolutisht. Jo vetëm për tokën që keni dëgjuar atje, jo, për prona tjera. Uluziu edhe pranaj bënde i kërcende sa herë ja hidhte syt ky, unë studioja gjuhën e trupit. Ati i kërcende trupi. Turpi. Fatmiri bënde sikur po nervozohet me Uluziun, jo ma jo.
kishte hall se Fatziu ka bllokuar ligjin antimafje. Se ai Altin Troplini Rahu Gjoksin se ka sekuestrua apo konfiskue 60 milion euro. Po çan 60 milion euro? 60 milion euro është hoteli i Redi Malls. Është hoteli Redi Malls 60 milion. Gjertani, se është i planifikuar për 100. Edhe pas ka bërë shumë, atë se ka konfiskuar, jo. Hoteli se ka konfiskuar. Për kundrazi, Redi Mallin liroj. E liroj, pse e liroj? Ja u themun ju. E thot populli, ku është me zë s'është pa gjë. E thanë që në fillim që hoteli, thanë pra të tivarin është e mërkot aty. Hoteli thanë është i Olsit, jo nuk është, nuk qenë ka i Olsit. Redi Molla rezulton si qenë ka djali Teta Olgës. Teta Olga Klevis, një teto shumë e dashur për Linda Ramen. Po, tani, për ma hollësisht, duhet me pa gjendjen, po kjo është e vërteta. Kjo, dolja u lirua. Ja pra, ku ka zës është pa gja, gjinë. E thot, është mençuria e popullit këtë gjë thot. Pra ja, edhe kam sekustruar 60 milion. Qa ke sekustruar Timur? Po 60 milion i ka vetëm familja Xhafa, që si ke prek 100 dark. Rritë aty si sklav. Edhe, bandes, s'kishta, ajo ishte një skem. Ku janë? Të dashur qytetarë, ku janë 1 miliard euro të humua taksa tuaja? Dhe cilat janë ky 1 miliard? 630 milion euro janë borgji që çezi kompania çeke ju kishte shqiptarve. Me fatura të vërtetuara nga kompaninë ndërkombëtare Auditi. Me fatura. 630 milion. Nuk po merrem me dosje tjera të cilat shkojnë në 3 miliard, po unë po injoroj ato. Po injoroj se çfarë ishin detyrimet me fatura, borxhet me fatura të çezit ndaj institucioneve shqiptare. Dhe dokumentin që një nga kryearbitrat më të famshëm të Europës i dërgon të Edi Rams, zoti kryeministër, mos bëjmë marrëveshje sepse Shqipëria ka të gjitha të drejtat mbi këtë dosje. Për të fituar, jo vetëm që humbëm 630 milion euro, po Edi Rama mori nga buxheti i shtetit dhe 100 milion euro. Dhe ka paturpsi dhe ullet aty para shqiptarëve në ekranaj. Kujt i flistaj? Si mund të flasin ata ashtu më thapë? Po 200 milion euro të djegsave. Me kë do t'i kaloj? Me Arben Ahmetajn, që i kundërshtoj 5 herë. Dhe që lëshoj urdhër arresti për fatura hoteli të cilat i mori nga familja Rama kryeshpifsi medjave. I fakturë po i mbrojtur nga Dumani.